Ndalimi i manipulimit të çmimeve në tregun e produkteve ushqimore përbën një nga sfidat kryesore ndaj të cilës qeveria duhet të reagojë përmes mekanizmave rregullator dhe sanksioneve. Profesori universitar Abil Baush thekson se ky fenomen kërkon ndërhyrje të menjëhershme institucionale, sidomos në një periudhë kur ekonomia e vendit po përballet me inflacion prej 2.9% dhe me nevojën për zbatimin e masave stabilizuese. Por ama të ne duke ditur për përvojave që i kemi pas nga spekulimet e çmimeve të cilat bëhen te kompanitë tona për fat të keq, do të thonë mund të ketë një farlloj rritje të çmimeve, por jo si vjen sipas asaj të cilët ka impakti krizë. Se kjo duhet pak të kalojë, kjo krizë duhet pak të jetë një kontinuitet që të reagojë. Por ama për këtë arsye duhet institucionet shtetërore të jenë më vigjilent dhe duhet edhe të dënojnë këto akte të cilat bëhen në bazë të shpekulimeve, edhe duhet ta shohin se a duhet marrin masa urgjente që këto çmimet mos lëvizin. Sipas tij, tensionet gjeopolitike si konflikti amerikano-izraelito-iranian mund të ushtrojnë presion mbi tregjet ndërkombëtare. Megjithatë, rritja e çmimit të naftës nuk duhet të transmetohet automatikisht në çmimet e produkteve ushqimore, pa një bazë reale në kostot e prodhimit dhe furnizimit. Domethënë duhet patjetër të shifet se ku ka, domethënë cilat operatorë ekonomike bëjnë këtë pjesën e shpekulimeve dhe të dënohet. Te pjesa e çmimeve të derivateve të naftës duhet patjetër të verifikohet, domethënë të zbatohet ligji. Ajo është se secila kompani distributore 60 ditë naftë rezerve duhet të ketë për kompanitë tona dhe distribuimi i produkteve. Do ta dim këtë punë se nuk bëhet brenda ditës, por bëhet në baza të planifikimeve të cilat i bëjnë kompanitë. Dhe duhet të shikohet se ku bëhet ky devijim prej të prodhuesit deri te konsumatori final. Dhe këto të dënohen në dënime më të ashpra, jo këto dënime të cilat parashikohen tash. Për të parandaluar rritjen e çmimeve dhe manipulimin e tyre, kryeministri Hristian Mickovski ka realizuar takim me rrjetin e marketeve më të mëdha në vend, po edhe ka paralajmëruar luftë pa kompromis ndaj atyre që dëmtojnë buxhetin e qytetarëve, duke manipuluar çmimet e produkteve ushqimore. Megjithatë, vlen të theksohet se brenda vetëm një jave në vendin ton, me vendim të Komisionit Rregullator, çmimet e derivateve të naftës janë rritur për plot 21 denar.